Mirë se erdhët të dashur miq, midis qetësisë, rehatisë, gjelberimit, natyrës, gjithçkaje që do t'ju zgjaste jetën dhe do t'ju mbushte plot me ajër. Ndodhemi sot në fshatin Sovjan të qytetit të Korçës, vetëm 15 minuta larg këtij dhe vetëm 30 sekonda larg rrugës kryesore që lidhen qytetin e Korçës me atë të Pogradecit. Prej këtej sot do t'ju prezantojmë me një mundësi fantastike, me një shtëpi private banimi, me një gjurmëndërtimi 100 metra katror e ngritur mbi një tokë, e cila kapën më shumë se një dyny, e cila është ajo këtu. Pra të dashur miq, në këta hapësirë prej më shumë se 1000 metra, të cilën për ta përshkruar më këmbë do të duheshin 12 deri në 15 minuta, një kohë zgjatje e mirë për ata që duan të bëjnë një ecje. Gjithashtu ndodhet e pozicionuar dhe banesa, një banesë 2 katëshe, e cila aktualisht shfrytëzimin e saj më të madh e ka në katin e dytë, i cili është i organizimit 2+1. Por le ta shohim atë edhe nga brenda se çfarë na prezanton ajo. Më ndiqni ju lutem. Ja tek ndodhemi në brendësi të kësaj banese të organizimit 2+1. Ky korridor i bollshëm lidhen dhe 3 ambientet e banimit të kësaj banese. Të parën kemi këtë sallon kuzhinë e pozicionuar në pjesën juglindore. Siç mund të shihet, ajo është e gjerë, e bollshme, e pajisur me të gjitha mobiljet e nevojshme, por gjithashtu të instaluar në të ka dhe kuzhinën e vendosur në një pjesë të aneksit të saj, nga ku do të bëhet edhe ndarja në rastin e dëshirës tuaj. Por gjithashtu, përballë ambientit të sallon kuzhinës, ndodhen dhe 2 dhomat e gjumit. Dhoma e gjumit e çiftit martesor, kjo e pozicionuar në pjesën perëndimore të banesës, e gjitha e kompletuar, gati për shfrytëzim. Dhe dhoma e fëmijëve, ose e kujdo antari tjetër të familjes. Siç mund të shihet, këto dhoma janë të kompletuara, janë të bollshme, të gjera dhe të larta. E fundit, por jo për nga rëndësia, është dhe tualeti. Një tualet i gjerë, i bollshëm, i pajisur me të gjitha hidrosanitaret dhe gati për shfrytëzim. Ky ishte vetëm kati i dytë i cili përdoret në përditshmëri gjatë jetesës në këtë banesë, por gjithashtu cilësi të tjera, si ajo e ujit të pishëm apo dhe ajo e prurjes të ujit nëpërmjet pusit, i cili nuk shteron për asnjë moment gjatë vitit. Janë cilësi të kësaj toke, të kësaj shtëpie, të cilat do të mund të bëhen tuaja dhe të shfrytëzohen në maksimum nga ju. Në katin e saj të parë ndodhet një kuzhinë e veçuar, e cila shërben për të gatuar atje në momentet që ushqimet do të jenë tepër aromatike. Dhe në krahun tjetër ndodhet një magazinë e cila dikur ka shërbyer si garazh për automjetin e pronarit të kësaj banese. Të dashur miq, e gjithë kjo hapësirë mund të bëhet tuaja për të shfrytëzuar në çdo moment, për të gjithë ju që keni dëshirë të keni një banesë në fshat, për vetëm 79.000 euro, të cilat sigurisht mund të jenë të diskutueshme pranë studios tonë Eker Real Estate, e cila ndodhet në qytetin e Korçës, në bulevardin Gjergj Kastrioti dhe kryqëzimin e rrugës Rimaj. Por për çdo informacion shtesë apo një vizitë në pronë, na telefononi në këta numrat këtu. Dhe mos harroni se dëshira juaj plotësohet tek ne. Eker Real Estate, emri që duhet i besoni. Tek ne, më shpejt, më saktë, më sigurt. Ju mirëpres.